Shkeljet e keqpërdorimit brenda Byros Kosovare të Sigurimeve nuk kanë të ndalur. Edhe një raport tjetër i auditimit zbulon një skemë të dyshimt brenda Byros Kosovare të Sigurimeve. 10 persona rezultojnë në listat e pagave pa asnjë dëshmi pune, ndërsa vetë auditori konstaton mungesë të plotë të konkurrencës dhe transparencës. Raporti i auditimit të brendshëm i Byros Kosovare të Sigurimeve, i siguruar nga gazeta Insajderi, ka nxjerrë në pa parregullsi alarmante në menaxhimin e burimeve njerëzore dhe financiare të këtij institucioni. Gjetjet zbulojnë një skemë të punësimeve pa konkurs, pagesa pa kontrata dhe kompenzime për punëtorë që nuk kanë kryer asnjë detyrë funksionale. Gazeta Insajderi mëson se BÇK-ja pas verifikimeve të bëra ka konstatuar se një listë të punësuarve kanë marrë paga nga BKS-ja pa pasur asnjë dëshmi se kanë kryer ndonjë punë. Përderisa BKS-ja nuk ka kthyer përgjigje në pyetjet e gazetës, BÇK-ja ka deklaruar se shumica këtyre praktikave i përkasin periudhës deri në fund të vitit 2023 dhe se janë ndërmarrë masa korrigjuese. Një nga gjetjet kryesore të raportit është punësimi i 67 personave pa asnjë procedurë rekrutive gjatë periudhës të vitit 2019-2023. Sipas raportit, 20 prej tyre janë punëtor administrativ, ndërsa 47 janë operator koordinator në pikat kufitare. Auditori ka nënvizuar se kjo situatë rrit në mënyrë drastike rrezikun për keqpërdorime dhe trajtim jo të barabartë të kandidatëve. Menaxhmenti pretendonte se punësimet ishin bërë në bazë të një rregullorie të punës të miratuar nga BKS-ja, që parashite se kjo e fundit mund të merrte punëtor të ri pa publikim të konkursit apo shpalljes. Megjithatë, auditori i brendshëm kishte insistuar se rekomandimi për rishikimin e kësaj rregullorie qëndron duke kërkuar që praktikat e punësimit të harmonizohen me standardet e konkurrencës dhe transparencës. Përveç punësimeve pa konkurs, raporti dhe burimet e gazetës Insajderi konfirmojnë një skandal edhe më të rëndë. Para vitit 2024 ka pasur persona që kanë marrë paga pa e vendosur këmbën në vendin e punës. Në listën e personave për të cilët janë kërkuar sqarime përfshihen Blerta Kërhanaj, Yasemin Elezi, Burbuqe Fetoshi, Ora Gagica, Etnik Zogaj, Eshrefe Gërxhalio, Ilir Beqiri, Alban Shpuza, Dilbere Berisha. Kontratat për këta persona i kishte përgatitur Faik Sulejmani, shefi i zyrës ligjore. Pra këta persona dyshohet se janë paguar pa ushtruar asnjë detyrë, duke qenë pjesë e listës së pagave vetëm formalisht. Raporti i auditimit specifikon se vlera totale e kompenzimeve pa kontrata të nënshkruara ishte afro 26.000 euro, ku përfshihen 5 operator shitje dhe 3 zyrtar. Një rast tjetër flagrant është ai i Liridan Makollit, i cili brenda të njëjtës periudhë kohore ka mbajtur 2 pozita të ndryshme, koordinator në merdare dhe përgjegjës i dëmeve materiale, duke u paguar në 2 paga që kapin vlerën totale prej 18.111 euro. Menaxhmenti e ka pranuar këtë dukuri dhe është arsyetuar se ka qenë prezente vetëm gjatë vitit 2023 dhe nuk ekziston në vitin 2024. Gazeta Insajderi ka raportuar më parë për Makollin në një tjetër aferë ku dyshohet se mbi 430.000 euro nga pika doganore në Merdare, ku ai ishte kryesor, u mbajtën për disa muaj pa u deponuar në llogarinë e BKS-s. Edhe kur filloi t'i kthente, i ktheu pjesë. Gjithçka që i ndodhi Liridan Makollit për këtë veprim ishte një komision disiplinor që vendosi ta zhvendoste përkohësisht në një pozitë tjetër në Prishtinë, ndërsa rasti nuk ishte denoncuar kurrë në policinë e Kosovës.